agimin e 30 vjetorit 1991, prekazi u zgjua ndryshe. Acar, mjegull dhe një heshtje që dukej sikur priste krismën e parë. Një natë më herët Adem Jashari kishte marrë një telefonat. Adem, blindat e mupit janë nisur drejt prekazit, edhe helikopter. Kujdes. Ai, Hamza dhe disa të tjerë u tërhoqën për t'u pozicionuar, por herët në mëngjes menduan se rreziku kishte kaluar dhe u kthyen në shtëpi. Sapo u ofruan, shpërtheu zjarri. Policia serbe i priti me breshëri automatiku. Ishin sekondat e para të rrethimit të parë të prekazit, por ndodhi diçka që Serbia nuk e priste kurrë. Krismat zgjuan gjithë fshatin. Djem, burra, njerëz të armatosur e të pa armatosur u nisën drejt shtëpisë së Jasharajve. Nuk i thiri askush, nuk i organizoi askush. Prekazi u ngrit vet. Turma e njerëzve e theu rrethimin. Ushtria jugoslave u tërhoq në panik dhe shpalli zonën të ndaluar. Luftimet vazhduan deri në orën 15:30. 2 polic serb u vran, një u plagos. Nga rezistenca u plagos edhe Halil Selimi. Në drejtim të prekazit vinin vullnetar të shumt dhe diplomacia u alarmua. 12 ambasada ndërhyn parandalimin e luftimeve për fshira të amerikane 3 herë të njëpasnjëshme. Në mbrëmje, grupi i rezistencës u tërhoq në palac mbi 40 luftetar. Në krye, Ademi, Hamza dhe Rifati. Me armë, radiolidhje dhe organizim të qartë, nuk kishin një grup rastësor. Ishte fillimi i një epoke. Rrethimi i parë i prekazit nuk ishte betejë. Ishte paralajmërimi i rezistencës në Kosovë dhe emri i asaj dite ishte Jashari. Histori epike, aty ku e kaluara rilind.